Çështja e zëvendës kryeministres Belinda Balluku po vën në testim Shqipërinë sa i përket luftës kundër korrupsionit. Këtë qëndrim mbajti kryetari i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian David McAllister, i cili theksoi se në këto momente Parlamenti nuk mund të mbajë një qëndrim konkret. Unë nuk jam në pozicion për të komentuar, por kjo nuk është thjesht një çështje ligjore, por edhe përgjegjësi politike që duhet të zgjidhet nga qeveria shqiptare. Siç e thash, nuk jam në pozicion për të komentuar një çështje specifike, por mund të them se çështja e zëvendës kryeministres Belinda Balluku është një test kritik në punën e Shqipërisë dhe luftës kundër korrupsionit. Sa i përket nismës së qeverisë për ndryshime ligjore që frenojnë pezullimin e ministrave, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato u shpreh se Brukseli po ndjek me vëmendje hapat e ndërmarrë. Ne ndjekim me vëmendje çdo rrugë që merret sa i përket sundimit të ligjit, jo vetëm sepse jemi të merakosur për përputhjen me legjislacionin evropian, por edhe sa i përket reformës në drejtësi. McAllister komentoi dhe polarizimin politik në vend, ndërsa kritikoi protestat e opozitës. Jemi të shqetësuar për polarizimin politik në Shqipëri dhe bëjmë thirrje për dialog. Duam që kuvendi të përfshijë opozitën dhe që vetë opozita të jetë më e përfshirë në punën e kuvendit. Protestat e dhunshme nuk janë zgjidhje dhe nuk kanë vend në një demokraci funksionale. Ai kërkoi gjithashtu një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse. Dëshirojmë të shikojmë një reformë reale zgjedhore dhe që të jetë gjithëpërfshirëse, me një përfshirje të opozitës si dhe adresimin e plotë të rekomandimeve të ODIHR. Më herët kryetari i Komisionit të Jashtëm të PE zhvilloi edhe një sër takimesh me deputet, si nga mazhoranca ashtu dhe nga opozita.